Bordi i transparencës që vendoste çmimin e karburanteve nuk do të jetë më funksional. Pas stabilizimit të naftës në bursat ndërkombëtare, qeveria njoftoi se bordi nuk nevojitet më. Ne sot vendosëm që do të ndërpresim bordin e transparencës, i cili prej disa muajsh tashmë është në funksion në zbatim të ligjit dhe për hidrokarburet. Kanë qenë disa muaj të cilat kanë pasur luhatje të rëndësishme të çmimeve të karburanteve dhe në fakt prej më shumë se 2 javësh çmimi ka ardhur duke u reduktuar, çmimet e bursës janë stabilizuar. Pas mbledhjes së qeverisë, Ministria e Ekonomisë Delina Ibrahimaj sqaroi dhe arsyeën pse nuk është bërë ende studimi mjedisor për Zvërnecin. Jemi në fazë ende të një studimi dhe të një projektimi. Qeveria shqiptare nuk e ka një projekt final që mund të ndajë me publikun. Unë jam e sigurt që në momentin që do të na vi një propozim, ai do të jetë një propozim i cili do t'i plotësojë të gjitha kushtet mjedisore, është shqetësimi ynë kryesor që të gjitha ato standarde të mjedisit për të cilat ne jemi duke punuar nëpërmjet Ministrisë Mjedisit edhe në bashkëpunim me Bashkimin Evropian të respektohen. Ministria bëri të ditur se shifra për i 4 miliard dollar është e parashikuar të investojë në fillim. I takonte projektit paraprak, që u refuzua nga qeveria për problemet të ndikimit në mjedis.